Naim Murseli, i dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së tij Liridona Ademaj, ka deklaruar sot para trupit gjykues se marrëdhënia e tij me tashmë të ndjerën ka qenë e mirë dhe e qëndrueshme gjatë gjithë viteve të martesës së tyre. Sipas deklarimit të tij, Murseli tha se me Liridonën ishin fejuar më 21 prill 2010 dhe ishin martuar më 11 dhjetor 2011, duke ndarë së bashku 12 vite martesë, nga e cila kanë 2 fëmijë. Ai theksoi se bashkëshortja e tij ka qenë një grua e mrekullueshme, një nën e përkushtuar dhe bashkëshorte e devotshme. Në dëshminë e tij, Murseli rrëfeu se familja kishte jetuar në Suedi, ku Liridona pas 3 vitesh qëndrimi kishte fituar shtetësinë suedeze si rezultat i martesës. Ai u ndal edhe te vështirësitë që çifti kishte kaluar në vitet e para të martesës, duke theksuar se dëshira e madhe e Liridonës ishte të bëhej nën, por për disa vite ajo kishte pasur probleme për të mbetur shtatzën. 5 vitet e para ja marrë shumë me të nëpër spitale. Më në fund, në vitin 2017, i u realizua ëndra, u bë nën dhe unë u bëra bab, deklaroi Murseli, duke shtuar se pas fëmijës së parë, rreth 1 vit e gjysmë më vonë, çifti u bekua edhe me fëmijën e dytë. Ai mohoi kategorikisht se mes tij dhe Liridonës ka pasur ndarje apo probleme serioze në marrëdhënie, duke theksuar se çdo gjë ka qenë në rregull. 5 vitet e para ja marrë shumë me të nëpër spitale. Më në fund, më 2017, i u realizua ëndra, u bë nën dhe unë u bëra bab, dhe menjëherë pas fëmijës së parë, pas 1 viti e gjysmë, dashti Zoti dhe fëmia i dytë, dhe kemi jetuar së bashku krejt kohën. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje ose diçka të tillë. Çdo gjë ka qenë në rregull mes nesh, siç e ka thënë edhe dëshmitari Kokalla dhe Leonardi, që kur e pyeta a është ankuar Liridona për 13 vitet e ju, Leonardi tregoi që jo, nuk është ankuar. Kjo është e vërteta, nuk ka pas pse të ankohet se në jetën larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tjetër. Ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë, ka deklaruar Murseli. Seanca u mbajt në gjykatën themelore në Prishtinë, ndërsa ajo e radhës është caktuar për 11 shkurt.